Funari, 20 kilometër larg qytetit të Elbasanit, është kthyer vitet e fundit në destinacionin e preferuar të turistëve. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga Funari i Elbasanit, i cili po kthehet çdo ditë më shumë në një destinacion turistik të preferuar. Në Funar, veç bukurive që ofron natyra, mund të ushtrohen sportet e aventurës si parashutizmi, kajake në liqen, hipizëm, ciklizëm malor, ecje dhe ngjitje në shtigjet malore. Funari është një zonë e pasur me pyje dhe në 4 liqene apo rezervuar, ku 2 ndodhen brenda fshatit dhe 2 të tjerë të fshehur pas maleve që e rrethojnë atë. Deri pak kohë më parë, Funari ishte thuajse i harruar për nga vetë infrastruktura amortizuar, pasi duheshin 3 orë për rrugën që sot mund ta përshkosh për vetëm 1 orë. E pasur me pyje, pishash dhe dushku, Funari ofron një klimë të shëndetshme që nëse i shtojmë edhe gatimet tradicionale të zonës, bëhet vendi ideal për të kaluar fundjavën. Por jo vetëm kaq, kjo zonë mund të jetë një destinacion edhe për të pasionuarit pas peshkimit.